Në momentin kur erdhen në këtë botë, të tri këto vajza u braktisën nga ata që do duhej t'i kishin pranë në çdo hap të jetës së tyre. Ato u rritën pa përqafimin e parë të nënës dhe pa dorën mbështetëse të babait. Si këto vajza të njëjtin fat e patën edhe 27 fëmijë të tjerë, por kjo nuk arriti t'u ashuaj shpresën. Brenda tyre vazhdoi të rritej qëndresa për jetë, duke mbjellur dashuri në forma të ndryshme. Edhe pse të braktisur, të gjithë këta fëmijë kanë gjetur një shtëpi të dytë, të rrethuar me persona që i duan dhe i udhërojnë kujdesin që kanë nevojë. Shtëpia e tyre u bë sos fshati, nga ku mësuan të ecin, të ushqehen, të flasin, të çajnë e qeshin e të jetojnë jetën e tyre me shumë dashuri. Sos fshati i fëmijëve në Prishtinë është streha që ofron familje dhe jetë në frymën e kujdesit familjar, për 30 fëmijë që aktualisht gjenden aty e që numri i tyre dallon varësisht nga periudhat. Kujdesi i shtuar, dashuria dhe mbështetja janë ato që një fëmijë i ka gjithmonë në sos fshatin e fëmijëve në Prishtinë. Vendosja e fëmijëve në sos fshat, domethënë referimi i rastit bëhet nga institucionet shtetërore apo qendra për punë sociale. Pastaj bëhet vlerësimi psikologjik për të parë anën emocionale, strukturën familjare dhe sigurinë e fëmijëve. Pasi të bëhet vlerësimi nga ekipi psikopedagogjik, domethënë fëmijat me lejen e qendrës për punë sociale zhvendoset në familje, në sos fshat konkretisht, në sos familje ku fëmia domethënë njihet me sos nonën, sos tezën edhe fëmijët e tjerë brenda familjes. Paraprakisht çka është e parapame dhe mirë menduar nga sos fshatri është që fëmijët në fazën e parë e kanë në fazën 3 mujore kanë fazën e stabilizimit ku ata fillimisht kanë njoftë me strukturat e sos fshatit, me rregullat e brenda familjes dhe me politikat e institucionit në përgjithësi. Pastaj fillimisht edhe filloj me adaptu, filloj me njoftë me fëmijët e tjerë, me stafin, pastaj fillojnë edhe me vijimin e shkollës, aktivitete dhe kështu me radhë. Aktualisht në kujdesin alternativ kemi 30 fëmijë, mosha më e vogël është 7 deri në 18 vjet, ku nga mosha 18 vjeçare këta vazhdojnë në programin e gjysmë pavarësimit, domethënë vazhdojnë me u përkrah nga sos fshatrat për 3 vite në vazhdim, gjë e cila ndihmon në drejt pavarësimit të fëmijëve deri në një punë stabile, kryer një fakulteti, po ashtu edhe te krijimi i familjes. Fëmijët në sos fshat janë të vendosur në 6 familje ku ata mbështeten apo përkrahen nga sos nanat dhe sos tezet, si kur fëmijët në familje normale. Domethënë fëmijët vizitohen nga ekipi multidisciplinar që është psikolog, pedagog dhe punëtori social për të parë nevojat e fëmijëve, duke bazuar nevojat e fëmijëve, ne ofrojmë këshillim psikologjik dhe psikoedukim familjar. Pastaj hartojmë edhe një plan individual ku intervenojmë në pikat ose sferat të cilat fëmijët kanë nevojë më shumë për të zhvilluar në ato pjesë. Krahas pjesës psikologjike ku fëmijët marrin këshillim dhe trajtim psikologjik përmes terapisë artit lojës, terapisë grupit. Ata kanë edhe pjesën e pedagogjike ku pedagogu asiston në pjesën e stimulimit akademik në fushat apo landet ku ata kanë nevojë më shumë për asistim. Po, fatmirësisht kemi shumë raste të cilat fëmijët nga sos fshatri sot kanë një punë aktive, janë familjar, kanë pasur suksese dhe korrin suksese edhe në arenën ndërkombëtare, siç është rasti i një fëmijëve që kemi këtu, domethënë faktikisht 2, të cilët kanë arrit me përfaqësu sos fshatrat në mënyrë më dinjitoze dhe më të mirë të mundshme. Domethënë është për ne është shumë ndjenjë e mirë se ti investon edhe kur e sheh që ka sukses, domethënë është diçka që nuk shpaguhet me kurrë, domethënë nuk ka çmim, më thonë. Edhe kjo është, më thonë, më shumë është një punë humanitare, domethënë se sa është mision, se sa një punë që bëhet vetëm me kry, po më një tetosh orar punë. Sepse jemi shumë afër tyne, domethënë 24/7 pothuajse jemi afër nevojave tyne, po më i vëzhgojmë ose jemi bashkë me ta sepse ne njihemi si familje e madhe. Ndër vite, sos fshati u bë vend strehimi i shumë fëmijëve të braktisur, e nga kjo shtëpi disa dolën të rritur, të diplomuar e duke arritur suksese nga më të ndryshmet në botë. Sos fshati arriti që t'i formsojë në mënyrën më të mirë të mundshme këta fëmijë. E këtë po e bën edhe tani me 30 fëmijët që momentalisht rriten në të njëjtin ambient. Sos fshatra tashmë kanë një fushat të titulluar Bohumik Besnik,
që synon të inkurajoj qytetarët të bëhen mbështetës të rregullt, ku ju përmes një linku që gjendet në faqen zyrtare të SOS fshatrave mund të dhuroni nga 10 euro në muaj duke u regjistruar një herë me të dhënat e kartelës bankare, ndërsa pagesa kryhet automatikisht çdo muaj në mënyrë të sigurt. Ky kontribut i vazhdueshëm siguron stabilitet për 30 fëmijët pa përkujdesje prindërore që jetojnë në SOS fshat dhe mbështet gjithashtu mbi 600 fëmijë të tjerë në rrezik, duke i dhënë kuptim sloganit bëhu mik besnik, pasi një mik i vërtet qëndron pranë si në ditë të mira ashtu edhe në ditë të vështira, duke ofruar përkraje të vazhdueshme çdo muaj.